Să permis importul energisë elektrike nga Bullgaria, qeveria miraton aktin normativ për prokurim të drejt për drejt në rast të krizash. Moti i keq ka përfshirë pjesë të ndryshme të vendit, rreshtet e dëborës dhe erat e forta kanë krijuar vështirësi në akset rrugore. Pas takimit me Ahti Sari në Beograd, delegacioni serb deklaron se është kundër pavarësisë së Kosovës. Të nderuar televizionistë, përshëndetje të gjithëve, ju them të na ndiqni në edicionin e orës 17:15 në Top Channel. Përshëndetje të gjithëve. Qeveria shqiptare ka miratuar blerjen e energjisë elektrike nga Bullgaria, importi i së cilës do të fillojë gjatë ditës së nesërme. Në mbledhje është ndryshuar edhe akti normativ i cili lejon prokurimet e drejtpërdrejta në rastet e nevojave urgjente, sikurse ishte edhe rasti i blerjes së energjisë me prokurim të drejtpërdrejtë për shkak të krizës në vend. Ndërkohë studi që kanë përfshirë disa pjesë të Shqipërisë ka shkaktuar dëme në disa linja elektrike, të cilat deri në mesditë janë riparuar. Qeveria miratoi blerjen e rreth 19.686 megavatore energji elektrike nga kompania bullgare NEK për periudhën 24 nëntor 31 dhjetor të këtij viti. Për lejimin e keshit, shas të përdorë procedurën e prokurimit drejt për drejt për blerjen e energjisë elektrike nga shoqëria shtetore bullgare NEK për periudhën 24 nëntor 31 dhjetor i qëllimit cilit është blerja e energjisë elektrike për të periudhë duke patur parasysh gjendje vështirë energjetike. Qeveria Berisha miratoi edhe një projekt, akt normativ, që lejon prokurimet e drejtpërdrejta në rastet e nevojave urgjente, siç është rasti i blerjes së energjisë me prokurim të drejtpërdrejtë për shkak të krizës në vend. Ky projekt akt normativ heq pengesën e fondit limit për suksesin e tendrit. Ka një serial tendrash në kesh që dështojnë tendra për shkak të fondit limit. Ditën e mërkurë, niveli i ujit në hidrocentralen e Terezës është ulur me 18 cm, duke arritur në kuotën e 251.3 metra, ndërsa importi i energjisë është i njëjtë me një ditë më parë me rreth 5 milion kilovator në ditë. Gjendja në orët e para të mëngjesit në disa rrethë të jugut është rënduar përtej pasojave të krizës energjetike. Linjat e tensionit të lartë 220 kV, Elbasan Fier dhe Tiranë Fier kanë pësuar defekte si pasojë motit të keq. Këto linja furnizojnë energji qytetet e Vlorës, Ballçit, Fierit, Mallakastrës, Gjirokastrës, Sarandës dhe disa zona përreth, ndërkohë që Kesh ka deklaruar se i ka riparuar defektet deri në orën 14. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka sulmuar përsëri qeverisjen e Partisë Demokratike dhe veçanërisht kryeministrin Berisha. Për Ramën, qeveria është duke punuar në emergjencë të përditshme dhe pas një program, ndërkohë që përveç se nuk po përballon dot krizën, ka nisur të terrorizojë dhe të bllokojë dhe punën e institucioneve të tjera. Kryetari socialistëve Edi Rama i ka shpërsuar tonët në akuzat drejtuar qeverisë dhe veçanërisht kryeministrit Berisha. Gjatë një takimi me drejtuesit e degëve në rrethe, Rama theksoi se qeveria e re nuk ka program, por punon në emergjencë të përditshme. Pa mundur do të thotë se çfarë do të bëj nesër, çfarë do të bëj pas nesër dhe ku pritet të na çojë në fund të rrugës saj. Faktin se edhe në këtë emergjencë, majoranca më shumë shpenzon kohë për të korrigjuar rrugës gabimet që bën, duke bërë në fakt gabimet reja. Rama i mëshoi faktin se qeveria e re po punon duke terrorizuar institucionet dhe duke bllokuar punët e tjera që nuk drejtohen prej saj. Goditje për shpadallim, siç është goditja që po bëhet në institucionet që varen drejt për drejt nga kryeministri, me gjoja ristrukturimin që në fakt po hedh në rrugë specialist ose bllokimi, siç do të sot me Bashkia e Tiranës dhe siç jam i sigurt që do të ndodhi në vijim me gjitha bashkitë dhe komunat socialiste të këtij vendi. Thuaj se në çdo fillim fjalie, kur socialisti kishte tok fjalçin pa aftësi për të përballuar situatat për qeverinë. Shpreha e cila do të mundi falej zotit Sali në 91-shin, po si mundi falet në 2005-ën, do kërkojmë financime nga donatorët për bërë kompenzim me pronarëve, në cilin libër të gafave mund të shkruhet kjo shprehje.
Rama deklaroi më tej se nuk po çojnë në fund edhe projektet e lëna nga socialistët për qeverinë e re. Gjen kurajo për t'i shtuar të afrofe. Janë shumë të rastet që veçanërisht tek sipërmarrja ka afrofe që janë më të larta se sa afrofet që u shkonin kur kishin drita. Ne si opozit nuk jemi ana tjetër e medaljes, u shpreh më tej Rama, duke theksuar se me këtë mënyrë qeverisja e të Berishës e matet të rikthehet shpejt në pushtet. Do të flasim tani për situatën kritike të krijuar në disa segmente rrugore dhe në disa rajone të thella në veri dhe jug të vendit, të cilat janë përfshirë gjatë natës dhe ditës së sotme nga rreshtet e Dëborës. Dëbora dhe era e fortë kanë bllokuar përkohësisht si dhe kanë vështirësuar lëvizjen në disa akse kryesore rrugore, ndërkohë që probleme ka patur edhe në porte. Rreshtet e Dëborës kanë sjellë probleme në disa zona të vendit duke krijuar anomali në qarkullimin e mjeteve në akset rrugore në veri dhe në zonën juglindore të vendit. Dëbora e parë që ka rënë ka detyruar drejtuesit e automjeteve të vendosin zinxhiret për të lëvizur. Aksi rrugor Elbasan-Korç është bllokuar për disa orë në qaftan, si pasojë e rënies së një sasie të madhe dëbore në orët e natës. Bllokimi i rrugës deri në mesditën e së mërkurës erdhi pas tërshitjes si pasojë një automjet i tonazhit të rënd që po udhëtonte pa zinxhir. Rreshtet e Dëborës kanë vazhduar edhe në Kukës, ku në mjaft zona të thella trashësia ka arritur deri në 25 cm. Aksi Qafmali Kukës Morin, trasia e borës 20 cm, mjetën të punë 5, lëvizja pa zinxhir. Aksi Qafmali Fusharës, Qaf Bene, trasia e borës 20 cm, mjetën në punë 2, lëvizja e pjeshme me zinxhir. Aksi Qafmali Fierz, Bajram Suri, Ura Skatinës, trasia e borës në disa vende deri në 30 cm, mjetët në punë Fadroma dhe Tatra Borë Pasqyuse, lëvizja e pjeshme me zinxhir. Aksi Librasht, Qaftan Pogadec, Korç Kapshtic, trasia e borës në disa vende 30 cm dhe lëvizja bëhet në disa zona me zinxhir. Deri tani, i gjithë rrjeti rrugor duket dhe paraqitet i kalueshëm. Dëbora ka zbardhur edhe shumë krahina në Tropoj, Puk, Malsi të Madhe, Dibër dhe Kruj. Po megjithatë, rreshtet nuk kanë sjellë bllokime të gjata. Si pasojë motit të keq dhe erës së fortë, sot është pezulluar edhe lëvizja e tragjetëve nga Saranda në drejtim të Korfuzit. Problemi me tragjetet ka pasur edhe në Durrës dhe Vlorë. Ministri i Transportit deklaron se për të përballuar situatën e krijuar nga moti i keq dhe ulja e temperaturave, është ngritur shtabi i emergjencës që të ndjek gjendjen në vazhdimsi. Era e fortë ka shkaktuar probleme edhe në kryeqytet në mëngjes, një 21 vjeçar është plagosur rënd teksa kalonte pranë shkollës së Vasil Shanto në Tiranë. Studia ka shkëputur një deg pemë e cila ka zënë poshtë 21 vjeçarit. Erat e forta që kanë pushtuar gjithë vendin ka shkaktuar incidente në kryeqytet. Në orën 9:30 minuta 21 vjeçari Orion Sheu është plagosur rënd, ndërsa kalonte poshtë një pemë në rrugën Vasil Shanto. Ai si po kalon të rrugës si fjalë dhe tema u shkutë dhe zup shumë shumë në prapë. Njëri trëndi. Sa pëlqen më. E bon dhe shoqëron dek që situoi për në makinë për në ambulancë. 21 vjeçari është dërguar më njëherë në urgjencën e spitalit ushtarak ku ka marrë edhe mjekimet e para. Nuk ka qenë duke ecur në rrugë, papritur është një deg pemë ka goditur në kokë dhe është gjetur në shtrenjtë nr. Dega e ka goditur në kokë, në pjesën e pasme ka pasur plagë të kokës, por edhe është i tronditur, kështu që për këtë arsye ai është nënshtuar ekzaminimeve dhe është në kujdes mjekësor. Sheu është student në Institutin e Fizikulturës dhe sipas mjekëve, fiziku i tij fortë ka ndihmuar që kjo goditje të mos ishte fatale për jetën e tij. Pas incidentit që ka ndodhur mëngjesin e sotëm, policia ka marrë masa që në këtë rrugë mos të kalojë asnjëri pasi nga momenti në moment mund të bien edhe pemë të tjera. Por siç po shihni edhe nga pamjet, njerëzit vazhdojnë të kalojnë në këtë rrugë. Era ka shkaktuar edhe dëme të tjera ndoshta jo të konsiderueshme. Meteorologu Metodi Marku tha se erat e forta që kanë pushtuar gjithë vendin mëngjesin e sotëm kanë arritur në shpejtësi 50 deri në 60 km/h. Sipas parashikimeve mendohet që rreshtet e Dëborës dhe të shiut do të shtohen gjatë mbasdites, ndërsa temperatura do të shënojë një rritje me 2 gradë Celsius. Ndërkohë, temperaturat e ulta si dhe rreshtet e Dëborës e kanë bërë edhe më të vështirë situatën në shkollën 9 vjeçare në Frashëri në Gjirokastër. Kjo shkollë për disa kohësh vazhdon të jetë me çaty të shkatruar dhe pa sistem mbrojtjeje. Rreshtet e Dëborës në Gjirokastër të shoqëruara me temperatura të ulta kanë vështirësuar procesin mësimor në shkollën 9 vjeçare në Frashëri të këtij qyteti. Nxënësit ankohen se nuk bëjnë dot mësim për shkak të ftohtit dhe ambienteve të shkatruara të shkollës.
Ne në shkollë nuk kemi me se të ngrojme, sepse sobat nuk janë vënë akoma, qatit pikojnë dhe kemi shumë ftohtë. Specialistët dhe bashkisë kanë pohuar se në katin e tretë e kësaj shkolle nuk është e lejueshme që të bëhet mësim. Megjithatë, drejtoria e shkollës është e detyruar që të zhvillojë mësimin në këto ambiente, pasi për shkak të energjisë nuk mund të kalojë një pjesë të klasave në oraret e pasdites. Pak ditë më parë, nxënësit e kësaj shkolle ndërprerën procesin mësimor në shenjë proteste për mungesën e bazës materiale dhe kushtet e vështira të mësimit. Ndërsa në disa shkolla të Durrësit, ardhja e ftohtit po përballohet me vendosjen e sobave me gaz, por që sipas drejtuesve kjo përbën rrezik për jetën e nxënësve. Vetë nxënësit dhe mësuesit thonë se ndërsa bëjnë mësim kanë ftohtë dhe shprehen se ardhja e ditëve më të ftohta të dimrit do të ndikojë shumë në procesin mësimor. Ulja e menjëhershme e temperaturave në të gjithë vendin ka gjetur të papërgatitura shkollat e rrethit të Durrësit, një pjesë të cilave nuk kanë sistem të rregullt ngrohjeje. Njëra prej tyre është shkolla 9 vjeçare Bajram Curi në zonën e plazhit, ku prindërit kanë kontribuar duke siguruar ngrohje të pjesshme në disa klasa me anë të sobave me gaz. Por sipas drejtuesve të shkollës, kjo nuk është zgjidhja më e mirë. Ajo që na shqetëson si drejtoria dhe si komunitet është sepse përdorimi i gazit vërtet është i mirë, menjëhershëm, por pasojat janë evidente dhe kështu që kjo na shtyn sepse nuk është as pak e vështirë që ne të pajisim të gjitha klasat me gaz. Nxënësit dhe mësuesit nga ana e tyre ankohen se procesi mësimor bëhet më i vështirë me kushte që jo të mira në shumë klasa, ku shpesh mungojnë dhe xhamat. S'ka kushte këtu, edhe është në qikë ftohtë, po do mësojnë s'kemi sa të bëjmë. Ftohtë në klasë, edhe klasa nuk ka pas zjarr. Edhe me kishim gishtat e ftohtë. Sipas drejtuesve të shkollës, përkeqësimi i mëtejshëm i motit dhe mungesa e energjisë kërkon marrjen e masave nga drejtoria arsimore për sigurimin e ngrohjes totale të shkollës me anë të sobave me dru. Dhe mungesa e energjisë elektrike për paku ka kushtuar jetën 2 fëmijëve sot në shkollën në Ramazani Arani në Tiranë. Ka qenë pikërisht momenti ku po bëhen ndërrimi i turneve dhe turmat e nxënësve janë përplasur në një korridor të errët, duke shtypur 2 nxënës. Si pasojë të dëmtimeve ata kanë përfunduar dhe janë ende në spitalin ushtarak në Tiranë. Në orën 13, teksa nxënësit e turnit të parë në shkollën 9 vjeçare Ramazani Arani po dinin jashtë, mësuesit e fillores kanë vendosur të fusnin brenda nxënësit e turnit të dytë. Mungesa e ndriçimit dhe nxitimi i fëmijëve ka bërë që grupet e nxënësve të përplasen dhe 2 nxënësve janë shkelur dhe goditur nga turma e fëmijëve të tjerë. Joana Hoxha, 7 vjeçe dhe Engelida Persile, 9 vjeçe, gjenden në spitalin ushtarak pasi kanë shëmbje të mëdha në trup dhe në fytyrë. Ne kur filloi shiu, aty u futën një mësuese para, edhe u futën të gjitha klasat, të tjerat po vinin poshtë, edhe na ka shtyr kështu me duar edhe pastaj na ka shkelur kështu në këmbë. Kur 8 vjeçare po zbrisë dhe fillora po ngjiste. Hyrën si për një tjetërt. Se di vetëm ka pritur kur ka bërë gjithë me klasën. Në shkel në këmbë. Ka të fatë shkollë të bërë mësim. Mungesa e dritave ndoshta vjen nga shkallët e ngushta, sepse gjymësis ta përjashtim ka qenë kryet detyrës. Ishin në zbritje dhe mbas ajo që domethënë ngushtica e shkallëve bëri që të ndërsa domethënë. Po si më shqetësuar, i kemi fëmijë të vogël. Si mësim shqetësuar. Vjen mësimi, domethënë që mbaroj mësimin të jetë ora 13 dhe për ata që hyjnë në mësim, domethënë që vinë janë tonë dytë mas ditë të jetë ora 14. Mësuesit jashtë u shprehen se në korridorët e shkollës ku nuk ka energji elektrike është errësirë totale, ndërkohë që edhe në klasa zhvillimi i mësimit është i pamundur. Pas publikimit të medias si debitore e kish, shefet e ambasadës amerikane në Tiranë, zyra e shtypit pranë saj ka deklaruar se është politik dhe praktikë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të paguajë të gjitha detyrimet e veta në kohë. Një pjesë e shifrës së botuar në shtyp përfaqëson faturën më të fundit, e cila ende nuk është paguar në kohë, por që duhet paguar. Ambasada e Shteteve të Bashkuara sipas deklaratës do ta paguajë këtë faturë sipas detyrimit. Pjesa tjetër e shifrës është objekt i diskutimeve në vazhdim midis ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe Keshit. Faturat e forfetë kesh nuk rëndojnë vetëm mbi qytetarët e Tiranës. Në kohë që banorët po ankohen për shumet e larta që duhet të paguajnë, ndërkohë që gjatë ditës zbojnë kufizimet e 8 zgjaturat e energjisë elektrike. Fatura me më shumë kilovatorë sa muajt me kufizime normale të energjisë elektrike kanë ardhur këtë muaj edhe në qytetin e Korçës. Banorët aty ankohen se filiali i Keshit në këtë qytet u ka shpërndar fatura a forfe, më të shtrenjta se muajt e kaluar, kur nuk ka pasur kufizime drastike të energjisë elektrike.
Njësoj s'kur kemi, dhe s'kur s'kemi drita, faturoj gjithmonë njësoj vinë. Të frura janë. Po këtu, se ka të pa dritave, që të konsumojmë, këtu është plus. Vetëm qevi ka asgjë tjetër. Që të konsumojmë, dhe thonë të mua. Korça venditet në qytetet me arkëtimet më të mëdha të energjisë elektrike në vend, ndërkohë që prej disa javësh energjia mungon deri në 12 orë në ditë. Drejtuesit e keshit në këtë qytet nuk japin asnjë shpjegim për faturat e kripura që u shpërndan qytetarëve. Spitalet në Tiranë gjatë ditës nuk janë prekur nga mungesa e energjisë elektrike, por pacientët dhe mjekët vuajnë më tepër të ftohtë. Kadaja në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë nuk punon prej kohësh dhe atje njerëzit detyrohen që të përdorin funelat me korrent për ngrohje. Por kjo derisa zbulohen nga kryeinfermierët, të cilat janë urdhëruar të mos lejojnë ngrohjen me energji elektrike nëpër pavione. Pacientët në spitale nuk ishen me pijama, por me xhupa dhe batanie në kokë. Kriza energjitike është përcjellë te kufizimin në ngrohje i pavioneve dhe dhomave të sëmurëve. Kaldaja i vetmi një ngrohje pa lidhje me energjinë nuk punon. Pak muaj më parë ka nisur të ndërtohet një e re dhe kur ajo të përfundoi ka mundësi të mos hyjë më në punë, pasi moti ngrohet. Ngrohet s'ka fare këtu. Vetëm që ngrohem me batanie, me gjana tona. S'ka fare sistem njofje. Vuajmë shumë ftofët është dhe duhet, në vend që ta shërojmë sëmurin, neve do i futim, t'i dem një valver, do i futim një plevi pasaj më të rend. Ne kemi ngrohje, kemi rezistencën. Dritet këtu gjatë gjithë periudës kanë funksionuar, s'ka pas në përre dritet. Pra me se ngroheni? Me rezistenca. Po ngrohe me funella elektrike apo reflektor është ndaluar në spital? Një urdhër ardhur nga drejtoria e spitalit, i cili ndalon kategorikisht mjetet ngrohtëse me energji elektrike për kushtet në të cilat ndodhen, dhe ne shpesh përplasemi me pacientët. E vetëm një zgjidhje që është bërë deri vështirë edhe nga ana e drejtorisë, një porosi edhe nga ana tonë, neve kemi shtuar dhe nga një batanie. Të ftohtë nuk e vuajnë vetëm pacientët, por edhe mjekët, ngrohen me funella elektrike. Deri tani, vetëm me batanie. Po rezistencat lejohen? Jo, nuk lejohen. Nuk lejohen sepse s'ndan, aq është nuk ka fuqi rjeti. Por urdhri i dhënë për të mos përdorur energjinë edhe për ngrohje, thyhet në urgjencën e kirurgjisë. Këtu nuk mund të kryhet asnjë ndërhyrje në temperatura të ulta. Është pamundur që kirurgjia, mjekësia në përgjithësi, por kirurgjia mos funksionojë pa ngrohje. Sepse këto vjen një smur që të ngrohje më tepër nga të gjithë, si nga ana e personelit, por edhe ngrohja e ambientit. Ky është Top Channel. Qeveria shqiptare ka miratuar ndryshimet në ligjin për pronat. Ashtu si një ditë më parë në mbledhjen e grupit, kryeministri Berisha deklaroi se do të njihen të gjitha pronat deri në 7 prill të vitit 1939, nëse qytetarët do të kenë dokumente për të vërtetuar ekzistencën e tyre. Këshilli i Ministrave miratoi ndryshimet në ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Kryeministri rikonfirmoi se pronarëve do të njihen pasuritë e patundshme vetëm në tapit para datës 7 prill 1939, kohë kur Shqipëria u përfshi në luftën e dytë botërore. Shteti të përfundoi reformën e pronësisë, që shteti të përgjigjet me vlerën e tregut. Pronarëve, pra, qytetarët shqiptarë të cilët do mund të faktojnë me dokumenta pronësim mbi pronat e paluajtshme, pasuritë e paluajtshme, para datës 7 prill do të njihen pronarët e tyre. Kryeministri deklaroi se kompensimi i pronarëve do të bëhet fillimisht me troje turistike, ndërsa një buxhet do të caktohet në fond veçantë për dëmshpërblimin e tyre. Ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave pritet të kalojë për diskutimin në komisionet kuvendore dhe më pas për miratimin në parlament. Drejtuesi i lëvizjes mjaft Erion Velia i ka akuzuar kryeministrin Berisha se ka dërguar njerëz në Angli për të verifikuar nëse ai ka kryer studimet universitare atje. Velia e ka krahasuar këtë veprim me ato të para vitit 1997, kur sipas tij strukturat e shtetit ndiqnin kundërshtarët politik. Po ndjem shumë indignuar, jam telefonuar sot nga universiteti ku kam kryer masterin në Angli. Kam mësuar në universiteti se një asistent i kryeministrit me dokumente qeverisë shqiptare është prezantuar në universitet për të kërkuar informacion mbi shkollimin tim. Bëhet fjalë për zotin Edin Kulluri. Sekretari i cili foli është informuar për protestat që ne organizojmë me bomba Molotov
dhe sajesa të tilla që janë tepër tulta, më vjen turp për disa gjëra. Besoj është një sjellje shumë e ulët nga qeveria shqiptare, së pari të harxojë taksat e qytetarëve shqiptar për të shpenzuar në investigime të tilla që janë totalisht të pamoralshme. Së dyti është e pahishme, besoj që nuk mund të trajtojmë si armik i popullit dhe të spionohen në një mënyrë të tillë, dhe besoj që në fundit është një shenjë shumë e keqe e asaj që menduam që lan pas në vitin 97, ku shërbimet shumë pranë drejtuesve të qeverisë merreshin me kërkimin e informacione për qytetar privat ashtu siç janë sot. Do të flasim tani për një çështje që ka tronditër organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në botë, që ka të bëjë në fakt me bazat amerikane në Europën Lindore, ku mendohet se torturohen të arrestuarit e dyshuar si terrorist. Në listën e vendeve ku CIA ka të tilla baza është futur edhe Shqipëria dhe dyshohet se një e tillë ndodhet në bazën ushtarake të Gjadrit në Lezhë. Hetuesit europian që përmerren në skandalin e torturave të CIA-s në disa shtete të Europës Lindore përhetojnë nëse 30 fluturime të dyshimta të kohëve të fundit dhe foton e tyre satelitore. Faktet se autoritetet amerikane torturojnë terroristët e dyshuar në vendet e tjera ku nuk i kap asnjë ligj, ka dalë në dritë pak javë më parë. Washington Post dhe media të tjera amerikane si The Global Research citojnë gazetarin Wayne Madsen, i cili krahas polonisë rumanisë në listën e zezë me vende ku avionët C-130 kanë transportuar të burgosurit, përmend deverimin e Shqipërisë e pikërisht qytetin e Shkodrës. Pranë këtij qyteti ndodhet dhe një bazë ushtarake, e cila gjatë konfliktit në Bosnjë në 1994 u vë në dispozicion të ushtrisë amerikane. Nga baza e Gjadrit uleshin e ngrieshin avionët amerikanë. Në raport i gazetarit investigativ Wayne Madsen, që shërbeu dhe si shtysa e këtij skandali, era vit Shkodrën e Shqipërisë për krah, Burgasit në Bullgari, Pazharit në Hungari, Shkupin në Maqedoni dhe një sër zonash të tjera në Rumani, Moldavi, Bullgari e Ukrainë. Nga këto vetëm autoritetet rumane kanë pranuar se kanë ekzistuar disa baza. Dëshmitarët që kanë punuar për shërbime sekrete në Europën Lindore, emrat e të cilëve mbahen sekret, pretendojnë se kanë asistuar në punën përgatitore për pritjen e të burgosuve në këto vende, përfshi dhe Shkodrën. Në raportin e tij të bujshëm, gazetari pretendon se autoritetet amerikane filluan të transportonin të burgosurit në një aeroport në tjetrin në vendet e sipër përmendura pas zbulimit të skandaleve në Abu Ghraib të Irakut. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tortura është ndaluar me ligj, por në vendet e listës së mësipërme të pagëzuara si zona jashtë kontrollit të ligjit, asgjë nuk i ndalon ushtarit amerikan, që ashtu siç pretendon hetimi gazetaresk, të fusin të dënuarit në përkafaz, si ato ku mbahen qend dhe të bëjnë subjekt torturash me më të ndryshmet. Bashkimi Evropian ka vendosur sa kaq të kërkojë sqarim e Shteteve të Bashkuara lidhur me raportimet për burgje sekrete në Europën Lindore. Sistemi shqiptar i burgjeve vazhdon të jetë përfshirë nga skandali i zhdukjes apo mosgjetjes së 6 të dënuarve të cilët ishin në listën e amnistisë të presidentit. Sot drejtori i përgjithshëm i burgjeve deklaroi se janë kontrolluar të gjitha burgjet dhe këta persona nuk figurojnë. Ai deklaroi se ata mund të jenë në vomat e paraburgimit në komisariate edhe pse kanë marrë dënimin e formës së prerë. As drejtoria e përgjithshme e burgjeve, as presidenca nuk kanë ndërmjet për vendosjen e 6 të dënuarve shqiptar, të cilët kanë depozituar pranë presidentit të Republikës kërkesën për amnisti. Ata ishin në listën e 71 personave që pritet të përfitojnë nga amnistia në rastin e fundvitit. Bëhet rast për 10 kërkesa të cilat janë kthyer përgjigje presidentit që 4 për këtyre janë liruar, meqense kërkesat janë bërë në kohë të ndryshme. Atëherë në këtë moment që po hapet procesi i faljes, këto janë liruar sepse i kanë plotësuar afatin. Nëse 6 të tjerë nuk e vuajnë dënimin në burgjet që administrojnë ne, por mund të jenë për komisariat e policisë apo në vetanat e tjera. Pra nuk janë aktualisht në burgjet tonë. Prej mëse 2 vjetësh, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ligjërisht duhet të kishin marrë në administrim sistemin e paraburgimit në komisariatet e policisë. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve sakson se institucioni që ai drejton ka për detyrë të verifikojë emrat e personave që kanë dorëzuar kërkesat në presidencë. Nuk janë të vërteta lajmet që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka kërkuar faljen e X numrit të dënuarësh, por është një kërkesë e presidentit të Republikës, e institucionit të presidentit të Republikës, që i drejtohet drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për një numër të caktuar të burgoshësh të japi opinionin e saj dhe ne kemi kryer këtë detyrim ligjor ndaj institucionit të presidentit. Statistikat e vitit të kaluar nga Ministria e Rendit tregojnë se rreth 40% e personave që stremojnë në dhomat e paraburgimit janë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. Shumë prej tyre nuk figurojnë në listat zyrtare të dënuarve që disponon
Ministria e Drejtësisë. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë Teodori Sellaku ishte dje dhe sot në Kosovë, ku është takuar me homologun e tij atje si dhe zyrtarë të tjerë të drejtësisë. Burimet zyrtare të këtij organi nuk dhanë detaje, por deklaruan se udhëtimi i Sellakut për në Prishtinë ka lidhje me çështje konkrete që pritet të finalizohen së shpejti. Kosova është bërë shtreja më e mirë e kriminalëve shqiptarë, si dhe një nga hallkat kryesore të zinxhirit ndërkombëtar të trafikut të drogave, si dhe makinave të vjedhura. Flasim tani për të tjera lajme. Instituti i Sigurimeve Shoqërore vendosi të falë për të gjithë fermerët ka marrë vonesa të 12 viteve të fundit. Shifra që duhet të paguante çdo person varonte nga 110 deri në 175.000 lekë. Fermerët nuk do të paguajnë kamat vonesa për kontributet shoqërore të papaguara gjatë viteve 94-2005. Nëse Instituti i Sigurimeve Shoqërore nuk do të kishte falur këto kamat vonesa, detyrimet do të ishin në rreth 175.000 lekë për çdo fermer në zonën malore dhe 110.000 lekë për ato në zonat fushore. Tani detyrimet pas faljes zvogëlohen disa herë. Për të gjithë këto vite, një fermer në zonën fushore duhet paguajë vetëm 37.220 lekë, ndërsa në zonën malore 24.126. Praktikisht këto dy shuma përbëjnë respektivisht 11 dhe 7% të asaj që duhet të ishin paguar nga këta fermer nëse shteti nuk do të subvenciononte kontributet e fermerëve. Për të përfituar një pension pleqërie, fermeri duhet të paguajë mesatarisht 7.820 lekë në vit. Sipas BE-qet, kjo shifër është rreth 5 herë më e vogël se shuma e kontributit që japin sot qytetarët. Nëse do të analizojmë detyrimin vjetor, që është 7.820 lekë, ai është praktikisht 650 lekë në muaj. Me 650 lekë në muaj mund sigurohesh për të marrë një pension, që është praktikisht, nëse e keni parasysh, sa shitet në Tiranë 1 kg djathë Gjirokastre. Në të sasi parash, një fermer nëse sigurohet do të mund të marrë një pension prej 4.300 lekësh në muaj. Shifra mund të jetë e vogël, por nëse fermerët nuk i paguajnë këto detyrime, pensioni do të zbresë deri në 2.500 lekë në muaj, pra rreth 2 herë më pak. Marti Ahtisari, negociatori mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve, ka qenë në Beograd, ku ka zhvilluar një takim me delegacionin serb pas bisedave që kishte në Prishtinë. Këto fundit i kanë bërë të ditur se për Serbinë është e papranueshme pavarësia e Kosovës, ndërsa nga ana e tij Ahtisari ka deklaruar se zgjidhja duhet të bëhet në kuadër të rezolutës 1244, rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në ditën e fundit të qëndrimit në Kosovë, krye negociatori i bisedimeve për statusin Marti Ahtisari është takuar me përfaqësuesit e serbëve. Ata i kanë bërë të ditur Ahtisarit qëndrimin e tyre se Kosova e pavarur është krejtësisht e papranueshme, ndërkohë që vetë zoti Ahtisari u ka shpjeguar se zgjidhja për statusin e Kosovës do të bëhet brenda parimeve të miratuara nga grupi i kontaktit. Në takimin e Ahtisarit kanë marrë pjesë përfaqësues forcash të ndryshme politike të serbëve të Kosovës, përfshirë ata të listës serbe për Kosovën e Metohin dhe përfaqësues të Këshillit Nacional Serb. Dje krye negociatori u takuan me liderët shqiptar, të cilët u shprehën se pavarësia e Kosovës është e panegociueshme. Takimi me politikanët kosovar shënoi dhe fillimin zyrtar të bisedimeve për statusin. Sot Ahtisari vazhdon turneun në Beograd, ku duke u referuar mediave serbe, do të gjejë një klimë mosmarrëveshjesh në lidhje me qëndrimin për statusin e Kosovës, ndërsa ka një rezolutë miratuar në parlamentin serb, e cila përmban dhe bazat për negociatat, është propozimi i presidentit serb, ai që po shkakton më shumë paqartësi. Tadić kërkon përgjigje për tezën e tij për ndarjen e Kosovës. Përfaqësues të qeverisë tonë se plani i presidentit duhet shpjeguar më me hollësi. Vendet e rajonit të Delit të Zi janë mbledhur në Tiranë për të diskutuar mbi mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve të zhvendosur në shtetet e Europës perëndimore. Kryeministri shqiptar Berisha deklaroi gjatë takimit se emigrantët duhen trajnuar dhe trajtuar me përparësi sikurse trajtohen minoritetet. Vendet e rajonit të Detit të Zi duhet të bashkëpunojnë në çështje madhore që kanë të bëjnë me ekonominë, energjetikën apo luftën ndër trafiqeve. Në këtë frymë është zhvilluar diskutimi në Asamblenë Ndërkombëtare të Vendeve të Detit të Zi, kryesinë e së cilës e ka Shqipëria. Tregtia, sistemi bankar, infrastruktura, energjia, bujqësia, turizmi, shoqëria e informacionit, mirëqeverisja e tjerë. Asambleja është përqendruar kryesisht në çështjet e emigrantëve dhe trajtimit të tyre. Kryeministri Berisha premtoi më pak largime të shqiptarëve nga vendi, por edhe garantoi se emigrantët atje ku vendosen duhet të gëzojnë të drejtat e plota.
e konsideroj të domosdoshme që bashkërisht të qëndrojmë për të drejtat e emigrantëve aty ku ndodhen. Emigracionet janë minoritetet e sotme të Europës. Historia e minoriteteve nuk është vetëm histori ndarjesh territoriale, por është histori zhvendosjesh masash njerëzore. Ruajtja e kufive dhe shkëmbimet e lirshme tregtare mes vendeve që bëjnë pjesë në rajonin e Detit të Zi ishin tema të trajtuara me kujdes në konferencë. Do të vëmë tani me lajme nga bota. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice ka deklaruar se trupat amerikane mund të lënë Irakun brenda një kohe shumë të shkurtër. Në një intervistë për Fox News, ajo i referua deklaratës së mëparshme të presidentit amerikan George Bush, i cili i kishte thënë se trupat amerikane në Irak duhet të reduktohen. Por Rice tha se do të vijë shumë shpejt momenti kur irakianët të marrin përgjegjësinë e sigurisë në vend. Në Irak mbeten aktualisht rreth 159.000 ushtarë amerikanë dhe më 15 vjet orë pritet që atje të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Pas këtij procesi, Pentagoni do të paksojë numrin e ushtarëve nga 159 në 138.000 ushtarë. Sekretari amerikan e shtetit Rice tha se forcat irakiane duhet të japin prova se janë në gjendje të kryejnë detyrën e tyre. Edhe kryeministri italian Silvio Berlusconi ka deklaruar dje se ushtarët italianë duhet të largohen nga Iraku brenda vitit 2006. Ministri italian i mbrojtjes Antonio Martino disa orë pas kësaj deklarate shpjegoi se koha dhe mënyra e reduktimit të trupave do të përcaktohet brenda janarit 2006. Ish kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko kërkoi partive aleate që të bashkohen për të fituar zgjedhjet e përgjithshme që do zhvillohen në mars të vitit që vjen. Fjalimi i saj në sheshin e pavarësisë në Kiev është bërë me rastin e 1 vjetorit të revolucionit portokalli, një revolucion i cili solli zgjedhjen e Viktor Yushchenkos në postën e presidentit të vendit. Julia Timoshenko, ish kryeministre e Ukrainës, ka kërkuar që forcat politike të bashkohen në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të zhvillohen në mars të vitit 2006. Dhe njëjtin podium në sheshin e pavarësisë në Kiev, Timoshenko dhe Yushchenko përkujtuan 1 vjetorin e revolucionit portokalli. Në një fjalim pa letër mallëngjyes që zgjati 20 minuta, ish kryeministre bëri për vete mira njerëz të pranishëm në shesh. І я переконана, що так як я і вся наша команда підтримала Віктора Ющенка. Ashtu si përkrahun Viktor Yushchenko në zgjedhjet presidenciale, ne duhet të bashkojmë forcat për të zgjedhur një kryeministër, i cili të mishërojë gjithçka për të cilën e luftuam. Ajo i kujtoi përkrahësve të revolucionit se nuk ka asnjë betejë politike kundër Yushchenkos dhe u mundua të justifikojë 8 muaj që qëndroi në krye të ekzekutivit Ukrainas. Тимошенко буде боротися Ющенка. Да це просто пропаганда. Ata përpiqen të na bindin se Timoshenko po lufton kundër presidentit. Kjo është një propagandë dukshme dhe nuk duhet ta dëgjoni. Partia e rajoneve e Viktor Yanukovychit, rivalit të Yushchenkos në presidencialet, kryeson sondazhet për zgjedhjet e marsit me 20% të përkrahjes. Partia e AD-ut e Timoshenkos renditet e dyta me 17% dhe e treta vjen partia pro-presidentit Ukraina Jon me 12%. Timoshenko u larguar nga qeveria pas përplasjesh me presidentin, në vend të saj është caktuar përkohësisht Yuri Yekanurov. Kancelarja gjermane e gruaja e parë në këtë postë Angela Merkel do të nisë një tur europian një ditë pasi u betua. Ajo do vizitojë Parisin dhe Brukselin, ndërsa ditën e njëjtë do të ndalet në Londër. Korrespondenti i BBC-s për Europën Tim Franks deklaroi se përparësia e bisedimeve si në Bruksel ashtu dhe në Londër do të jetë çështja e buxhetit të Bashkimit Evropian. Në lista e parë ishte Parisi. Presidenti francez Jacques Chirac u shpreh i bindur se Merkel do të afrojë më shumë Francën dhe Gjermaninë, pavarësisht dëshirës së Merkel për të afruar në Washingtonin. Ajo ka bërë të qartë se kërkon të ndrejsh marrëdhëniet e krisura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ditë pasi u zgjodh kancelare e Gjermanisë, Shtyti Gjermane ka quajtur një fitore të postit për jo të së ardhmes. Die Welt ka shkruar në numrin e sotëm se Merkel dhe koalicioni i qeverisës do përballen me detyra të pamenaxhueshme, por ajo është më e mira për të përgjigjur këtyre detyrave. Policët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arrestuar francezin Alain Robert, i njohur ndryshe si Spider-Man, i cili pretentonte të vinte në një ndërtesë të lartë në Houston për të kryer ngjitjen e fshehtë të radhës në lartësi të mëdha. Ai ka ngjitur më shumë se 30 ndërtesa shumëkatëshe nga Chicago deri në Kuala Lumpur. Francezi Alain Robert, i vetë shpallur Spider-Man apo njeriu me rimang, deshi të shtojë numrin e ngjitjeve të fshehta në Houston të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është zënë mat nga policët. Ndërsa ju përposhti afër ndërtesës One Houston Center, policia ishte më e shpejtë në arrestimin e tij me akuzën e hyrjes pa leje.
Francezi është një njohur për ngjitjet në ndërtesat e larta, por edhe në stacionet e ndryshme të policisë. Ngjitjet e vështira i pëlqejnë dhe e bën këtë për të rënë sy, por është po kaq i famshëm edhe për arrestimet në shumë vende të botës. Alain Signoriman ka ngjitur kullën Eiffel në Paris dhe shumë monumente karakteristike, Empire State Building dhe Sears Tower në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe në kullat Petronas në Malajzi. Trajneri i kombëtarit Sankt Petersburgit është deklaruar i pakënaqur pas përfundimit të stërvitjes me lojtarët e kampionatit shqiptar. Blidel tha se gjatë ditëve të stërvitjes nuk mungojnë penime, por lojtarët ishin të papërgatitur. Trajneri i kombëtarit shqiptar Hans Peter Briegel ka zhvilluar në nënshi seancën e fundit të stërvitjes me futbollistë të kampionatit shqiptar. Gjermania nuk ka veçuar asnjë prej 19 të grumbulluarve, duke folur për ta me terma të përgjithshëm. Stërvitja ka qenë e mirë. Lojtarët janë impenjuar dhe kjo është parë, por duhet të them se futbollistët kanë qenë të paprigatitur. Kjo nuk ka të bëjë fare me trajnerët shqiptar, pasi unë e di që ata punojnë në kushte shumë të vështira. Tekniku i bankinës Kuqezi ka ritheksuar edhe një herë idenë e tij për aktivizimin e futbollistëve pretendent për në kombëtare në ekipet e huaja. Talentet duhet të gjehen pasi ata nuk dalin spontanisht. Nëse do të ishte e mundur të luanin edhe në një ekip të huaj, kjo do të ishte më e mirë. Futbollistëve shqiptarë duhet të ndryshojnë mentalitetin në stërvitje dhe në lojë. Briegel do të rikthehet në Shqipëri pas 2 javësh për të zhvilluar stërvitjen e fundit për këtë vit me futbollistët e kampionatit. Këtë kemi përfunduar këtë edicion lajme, shurojmë shikim të fënqëm të programet në vazhdim. Mirupafshim. Bashkë me Lëshiri sërish nesër, mirupafshim.